Dhe Vjera më tha do t'iknim në një qytet afër nesh dhe do t'i frynim një hajmali. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi natën e sonte me rrëfimin e radhës. Sonte do të ndaloj tek një rrëfim tronditës, tek një histori që në fakt unë them duhet të kesh guximin që ta bësh. Kjo vajzë e cila ka shkruar këtë histori është penduar jashtëzakonisht shumë, por ka frikën e madhe në qoftë se Zoti, krijuesi i universit dhe gjithësisë ja ka falur këtë gabim që ka bërë. Tani unë e di me të gjitha leximet që unë kam bërë që Zoti është falës, duke u bazuar në të gjitha ngjarjet që ndodhin nëpër univers dhe Zoti vetëm na falën, ne zgjohemi çdo ditë ajo është në fakt një lloj falje. Por çfarë ka ndodhur konkretisht? Vajza në fjalë është martuar. Dhe burri, si çdo njeri, nuk ka qenë në shtëpi, ka ndenjur me shokët, ka kaluar kohë të gjatë. Çfarë ka detyruar Vjera që të bën këtë vajzën? Ndiqni rrëfimin të plot. Përshëndetje Tiranë. Uroj që të jesh mirë. Unë që po të shkruaj jam një vajzë, sot një grua e martuar. Rrëfimin tim e ndaj nga një qytet shumë afër teje. Dua që të mbetem anonim dhe unë e di që ti respekton këto gjëra. Këtë që do të ndaj sonte me ty dhe me të gjithë audiencën tënde është një gabim që unë sot e quaj gabim që kam bërë në jetën time. E dëgjova më së shumti Vjerën. Vjera më drejtoi drejt kësaj rruge dhe unë mendova që po bëj gjën e duhur. Po e mbaj shumë sekret. Më shkrijuar një rëndesë jashtëzakonisht e madhe. Nuk mund të flë natën, zgjohem me ëndra të këqija dhe ka 3 net që më ndodh, sikur vjen një diçka, një njeri që më shfaqet në ëndër, pa kokë fare, vetëm trupi i tij dhe mundohet që të më mbyt. U martova si të gjithë vajzat e tjera në ditët e sotme me dashuri. Kalonim jashtëzakonisht mirë me burrin. Kujdesej për mua si kur të më kishte vajzën e tij, edhe jo gruan e tij. Më trajtonte si gjën më të shenjtë në botë. Çdo fundjavë dilnim dhe argëtoheshim. Ditëve që vinte nga puna, e hanim drekën shpejt e shpejt, edhe ajo gjë diheshte më. Mua do të më nxirte për një kafe, sepse tërë ditën në shtëpi dhe nuk dëshironte që unë të qëndroj e lënduar. Ditët kalonin shumë shpejt. Ora ikte si ujë, ndërsa unë edhe burri im mundoheshim që të kënaqnim njëri tjetrin. Nga të gjitha këto të mira, në atë kohë mua më dukeshte se burri im kishte një defekt, kishte një të keqe. Ai vonoheshte shumë për në shtëpi. Vinte në shtëpi në orën 3 apo 4 të mëngjesit. Pa marrë parasysh që vinte në orën 3 apo 4, ditët e tjera ishin të njëjta: respekt, dashuri dhe kulturë. Unë mërzitesha, stresohesha, grindesha me mesazhe me të. Ai mundohej që të më arsyetohej që ishte me shok. Por unë as nuk doja që të besoja. E kisha ngulitur në kokën time që ai po më tradhtonte dhe çdo gjë kishte marrur fund. Tërë natën rija si e çmendur. Temperatura e trupit më rriteshte, nervoza më krijonte një siklet, një ankth të papar, dhe sa po mbërrinte ai në shtëpi, unë grindesha dhe çmendesha me të. Ndërsa nga ana e tij e nesërmja ishte e njëjtë.
Mundohesha që gjatë kohës kur ai flente ti kontrolloja telefonin. Dyshoja që do të kapja ndonjë gjë. Por çuditërisht fundi ishte asgjë, ishte bosh. I thoja vetes time çfarë po ndodh me mua. Kaq i Zoti mund të jetë ky, kaq bashkoll jam unë. Edhe një ditë prej ditësh vendosa që t'i tregoj vjerës time. Edhe pse ato nuk është se nuk kishin dëgjuar. Kishin dëgjuar çdo gjë. Bërtitmat tona, zënkat tona, ulërimet tona që unë i bëja tër natën, duke u grindur me tim shoq. Dhe vjera më tha do t'iknim në një qytet afër nesh dhe do t'i frynim një hajmali. Një hajmali që atë ta kthente në shtëpi. I besova, folëm me një grua, morëm gjërat se çfarë duheshte dhe i bëm këto veprime që sot jam shumë e penduar. Mendova që buri do të më kthehej në shtëpi. Buri filloi që të kthehej, por filloi që të shfaqen probleme shëndetësore. Ai nisi të ketë probleme serioze me tensionin. Nisi të ketë probleme serioze me sheqerin. Dhe filluam që ta dërgojmë nëpër spitale. Tani është në barna mjekësor. Ai nuk e di këtë gjë. Por frika ime është shumë e madhe. Vjera ime qëndron në shtëpi sikur s'ka bërë asnjë gjë. Tani dyshoj se këto janë probleme që vjera ime i ka bërë dhe më herët. Dhe ne ndoshta nuk i dim. Kam hyrë në një dyshim të madh dhe shpesh e pyes veten se kush është vjera ime. Mos vallë këtu ka patur një histori më herët dhe ajo ka dashur që atë lumturinë tonë të na e prishën. Sepse duke qenë shumë mirë, ishte një gabim i imi që buri nuk vinte deri në orën 3, edhe unë mundohesha që ta sill në shtëpi. Sot mbetëm spitaleve, nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie me njëri tjetrin dhe jemi bërë më shumë se të huaj. Dua të gjej një zgjidhje, por nuk e di se çfarë zgjidhje të bëj. Shpesh mendohem që të iki diku dhe t'ia tregoj dikujt këtë rrëfim. Ta pyes mos vallë ky është gabimi që unë e kam bërë dhe t'ia tregoj tim shoqit dhe t'i kërkoj falje. Por nëse unë ja tregoj burit tim, unë ndahem nga nëna e tij. Do bëhem njeriu më i keq në botë. Nuk e di se si të veproj. Kam frikë. Kam frikë se si do të më gjykojnë. Dhe çfarë do të flitet për mua. Dua të marr mendimin tuaj. Tani për mendimin tim është mirë që të shkosh tek nëna e tij, edhe t'i thuash që unë do t'ja tregoj tim shoqit, edhe ti të jesh e pastër me veten. Sepse duke qenë mos e pastër, ti do dalësh më keq. Por ti dhe të gjithë gratë e tjera duhet ta kuptoni që bashkëshortët nuk janë prona, janë dashuri. Dhe nëse ti nuk e lër njeriu të lirë në jetë, të bëj jetën si të dojë ai, derisa ty të respekton, atëherë do të thënë ti thjesht po i bie me shkelma të mirës që Zoti ta ka dhënë.